E kom një pyetje për diasporën, konkretisht për femrat shqiptare në Gjermani, Francë, Angli, Itali, Zvicër, ku do që jeni. Diasporën. Është jashtëzakonisht e tmerrshme me dëgju çdo deklarat. Diaspora po bën kështu, po na bën kështu, pse diaspora po na bën kështu. Madje tek femra shkojnë pak më larg, te mashkujt ndoshta zguxojnë, shkojnë pak më larg, jon fllëçajka, slahen, si lojnë flok, s'nreqen, veç kur vinë në Kosovë, këshyrin me 10 euro më nreq. Fustanat i kanë me i marrin veç sa për me arë në Kosovë, pastaj i kthejnë, punojnë me qetka, lojnë WC-a. Unë nuk e kom pa lanë një femër shqiptare që shkon në Kosovë dhe i thotë, më jap do pare. Nuk e kom pa, nështë ka raste, po ka raste të izoluara, okay? Më jap një do pare ju se s'unë po jetoj. Se kom pa një shqiptar në Gjermani që shkon dhe këshyr më jap hungur shpirtin aty në atje. Deklarimet e qeverive të ndryshme në përgjithësi, cilës do qeveri që e merrni janë që miliona, miliarda euro janë dërgu në Kosovë. Pse o vëlla, çka ka ndodhur, çka ka bo diaspora në një moment caktuar, çka ka ndodhur që ka prap edhe urrejtje abnormale.